Edhe përkundër rritjes numrit vaksinimit mbas COVID-19 që ka qenë një ramje komplet, ne kemi pas rritje të vaksinimit, por një fushë ku është vërejt që ka një ramje më të madhe ka qenë vaksinimi për fruth, dhe për këtë arsye ne kemi vendosur si komunë e Prishtinës si vjet që me bën një fushat përbashkët. Qëllimi është me involvu sa më shumë partnerë tanë, cilët mund me pas ndikim tek komuniteti, te qytetarët, dhe njëkohësisht qëllimi është që me pas sa më shumë debate njerëz profesional, cilët jepin informata të drejtëve njerëzve. Pra që shpesh konfuziteti që më bëhet njerëzve për deklaratave jo të sakta i krijon dyshime se si me vepru ata. Vitin që lan pas ishte një numër goxha i konsiderueshëm i të prekurve me fruthin. A ishte kjo arsyeja ose a është kjo arsyeja që doni me lobu edhe më shumë që të vaksinohen? A është frika që këtë vit mund të rritet numri i fruthit? S'ka diskutim, për shembull se ramja e numrit zakonisht fruthi është një prej sëmundjeve në mjeksi e quajmë kontagioze që ngjitet shumë shpesh. Shumë e kanë